Tirana pritet të përfshihet sot nga vala e radhës e protestës kombëtare të organizuar nga Partia Demokratike. Tubimi njoftuar të nis në orën 19 përpara kryeministrisë vjen në një moment tensionesh të larta politike. Opozita kërkon largimin e qeverisë duke akuzuar atë për korrupsion galopant dhe pengmarrje të institucioneve, ndërsa policia e shtetit ka ndërmarr masat për mbarvajtjen e tubimit duke blinduar zonën përreth godinës qeveritare. Lideri i opozitës Sali Berisha përmes mesazheve të një pasnjëshme përfshir edhe konferencën e kësaj të premteje e ka cilësuar këtë tubim si një moment vendimtar për të ndalur vjedhjen dhe shpopullimin e vendit. Ai u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve që t'i bashkohen kryengritjes paqësore duke theksuar se sot bulevardi duhet jetë sheshi i betejës për dinjitetin e kombit kundër asaj që ai e quan narkoshtet. Vala e protestave të opozitës nuk ndalet kurrë gjën realizimin e qëndrimit. Shpallja jonë se jemi në kilometrën e fundit shënon gjithashtu detyrimin ton për ta përshkuar me çdo shkëmbim dhe me çdo kush këtë kilometër gjën fitore. Dhe siç e shihni, ky raport që dallon si nata me ditën me raportin e një viti më parë dëshmon se në Shqipëri armiq kryesor, në të vërtetë, problem kryesor për korrupsionin është për integrimin është Edi Rama. Ndaj dhe protestat janë zëri vetëm më i fuqishëm i shqiptarëve dinjitos, i shqiptarëve që spajtohen me këtë situatë. Ndaj dhe sot është një ditë e juaja të dashur qytetar, një ditë në të cilën përballemi me hajdutët dhe armiqt më të egër të kombit shqiptar, le të mbushim ne rrugët dhe sheshet e Tiranës në kryengritjen tonë paqësore për të ecur të sigurt drejt qëllimit tonë, përmbysjes këtij regjimi, rikthimit votës lirë dhe fitores opozitës. Në prag të tubimit tonet janë shpërsuar ndaj policisë së shtetit nga ana e deputetit të PD-s Klevis Balliu. Ky i fundit ka lëshuar akuza të rënda ndaj drejtorit të policisë së shtetit Skënder Hita duke e quajtur atë një hysmeqar të qeverisë që po tenton të provokojë opozitën, pasi kreu i policisë një ditë më parë tha se leja është kërkuar për në bulevardin dëshmorët e kombit dhe aty duhet të jetë e përqendruar. Ky hitmen i narkoqeverisë pas ka dalë publikisht me perlën e radhës duke thënë se Partisë Demokratike i lejohet protesta dhe tubimi vetëm në bulevard. Sikur e drejta e protestës të mos ishte kusht i ligjit, madje ka një vendim të gjykatës kushtetuese që kërkon vetëm njoftimin e protestës, ajo është edhe një e drejtë universale. Pra nuk varet nga një tek e hitës dhe langaraqjve të tjerë që kanë marrë peng policinë e shtetit. Partia Demokratike i thot kryepolicit pa mend në krye se nuk duhet leje dhe as miratim nga Hita apo askush për protestë. Ne kemi detyrimin ligjor të njoftimit dhe Hita ka detyrimin ligjor të garantimit të kësaj të drejte dhe të sigurisë së qytetarëve në protestë. Opozita konsideron provokim të hapur këtë deklaratë të kreut të krerëve të shitur të narkobandat dhe refuzon atë si antiligjor. Nga ana tjetër, policia e Tiranës ka nisur zbatimin e një plani të rreth masash që ka sjellë kufizime të rëndësishme në qarkullimin e mjeteve, që prej mesnatës është bllokuar lëvizja dhe parkimi në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga ura e Dajtit deri te rruga Ismail Qemali. Ndërkohë prej orës 15 të kësaj të premteje bllokimi shtrihet në të gjithë perimetrin nga Ministria e Brendshme deri te sheshi Nën Tereza duke përfshirë edhe rrugët Ukraina e Lirë, Papa Gjon Pali II dhe Ismail Qemali. Për të menaxhuar protestën, policia ka angazhuar më shumë se 1200 efektiv policie, ndërsa i bën apel organizatorëve që të respektojnë vendin e përcaktuar dhe orarin e njoftuar. Në një tjetër zhvillim, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka publikuar një njoftim sigurie për qytetarët amerikanë duke i këshilluar të shmangin zonat ku zhvillohet protesta.